Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që ndodhi në Shkup sa i përket protestave të studentëve shqiptar atje dhe pse politika e Tiranës, pra kryesisht Edi Rama, por edhe Albin Kurti në Kosovë kanë qepur gojën duke mos i dhënë zë kësaj proteste. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Mirëdita. Zoti Islami, si është e mundur që Edi Rama nuk i ka dhënë atë mbështetjen e duhur që duhet kishin studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kanë kërkuar të drejtat e tyre për përdorimin e gjuhës shqipe në provimet e jurisprudencës? Në mënyrë të përsëritur, në disa nga intervistat tuaja, ju kam thënë që Edi Rama është armik i betuar i kombit shqiptar. Edi Rama është shërbëtor i qarqeve më reakcionare sot në botë. Edi Rama është përfaqësues i armikëve të betuar të kombit shqiptar, të cilët janë grek, serb dhe hebrej, çifut. Pra nuk pres gjë nga Edi Rama, po më habit fakti që as Albin Kurti nuk është ndjerë, dhe kjo është për ta ardhur keq. E di që më dëgjojnë dhe në Kosovë, më dëgjojnë nëpërmjet kanalit tuaj, dhe po va them, është turp që të mos ndihet Albin Kurti për çështjen e gjuhës shqipe. Se këtu nuk bëhet fjalë do japin apo do japin provimet ata. Këtu bëhet fjalë që të varrosin kombin shqiptar duke i mohuar gjuhën. Gjuha është karta e identitetit. Kjo shkon për te. Pikërisht. Absolutisht është për te një provimi apo disa provimeve, jo. Është strategji e studiuar mirë e antikombëtarëve shqiptar që të varrosin gjuhën. Pra, ju shërbejnë në mënyrë perfekte interesave serbo-greko-slave ortodokse. Ky është objektivi i tyre. Nuk është një provim që e dhanë apo se dhanë kësaj arabe. Pra, po i kthejmë këtij kuislingut, këtij kanceri që është futur dhe ka kapur politikën në Shqipëri, bashkë me kancerin komunist të transfiguar nga 46 hektarë, 45 hektarë. Është kanceri që ka kapur popullin e kombit shqiptar dhe e ka dhënë përfyti. Është kancer në fyt ky, e ka shumë të vështirë shqiptarit të plasë. Prandaj unë ju bëj thirrje forcave shqiptare në Kosovë dhe në Maqedoni, se këtu kanë vdekur, s'ka njeri. Të ngrihen dhe të mbrojnë ashtu si që ngritën në 2001-shin. Se në 2001-shin ishte pikërisht partia shqiptare dhe qeveria shqiptare që i tradhtoi komandant Telin me shokë. Dhe jetën komandant Teli, Lefter Myrto, që e ka si më kujtojnë mbi emrin tani, që dha jetën për çlirimin e Kosovës. Pra, të Maqedonisë. Pra, jemi në kushtet e një tradhtie të mirë organizuar nga qarqet më antishqiptare në Ballkan dhe në botë. Kujt i shërben në këtë rast Edi Rama me heshtjen e tij, ku duhet theksuar se ka qenë vetëm element krejt parëndësishëm, siç është po themi Pandelimajko, i cili ka dalë në mbështetje të protestës duke inkurajuar atë. Edi Rama i shërben, e thash që në fillim e them prapë, i shërben interesave antishqiptare, të cilat burojnë, nxiten nga Athina, nga Beogradi dhe nga Shkupi. Maqedonas, Shkupi shqiptar. Në këtë rast, a ka vetë një strategji të cilën po e vë në zbatim vetë Edi Rama përmes politikave të tij, duke shpopulluar vendin, duke detyruar qytetarët shqiptar të largohen nga vendi, dhe nga ana tjetër vetë shqiptarët në rajonin e Ballkanit duken krejt të papërfaqësuar dhe duken se janë lënë masdore nga politika, qoftë në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, por veçanërisht edhe politika zyrtare e Tiranës. Tu nuk është të themi, nuk do përdorim fjalën duket. Tu duhet të përdorim fjalën është ngritur me kohë një strategji antishqiptare dhe se ky s'ka tru në kokë që të bëjtë të tilla politika e Edi Rama, ky është thjesht një lakej, një zagar që lek për interesat atyre, të antishqiptarëve. Ka që ky nuk ka tru që të ndërtoj politika të tilla dhe strategji të tilla. Thjesht i zbaton, si zbaton si mirë. Plus që
ky në zyrë mban një hebre i cili është shumë i egër kundër shqiptarëve dhe kryesisht kundër muslimanëve. Po shkoj tek një ngjarje e djeshme. Dje Izraeli bllokoi dhe sekuestroi një bark që çonte ushqime për. Ky është Edi Rama, ky është miku i shqiptarëve, këta janë miqtë e tij. Izraelit, këta janë, këtë bën dje. Në këtë rast, vetë Edi Rama, pse s'ka reaguar për një rast të tillë? Edi Rama është bashkë me ta. Edi Rama ka vendosur bilet që të çojë dhe djem shqiptarë në Gaza, në ndihmë të Izraelit. Që mos u kthefshin ata që po vajten në Gaza, ata shqiptarë që do vënë, që mund të vënë në Gaza, në ndihmë të Netanyahu, mos u është pjesë e bordit paqes ajo. Domethënë marrëveshjes me bordin e paqes. Jo, zotri, ai bordi nuk është i paqes, është i luftës, edhe mos gënjeni veten. Edhe mos e gënjeni shqiptarët. Asaj Donald Trump i Epsteinit, asaj të mos e gënjeni shqiptarët, se nuk na gënjen dot më. I ka dalë boja dhe atija. Është bordi i luftës, është bordi i genocidit kundër popullsisë arabe palestineze në Gazë. Dhe nuk ka asnjë lidhje me paqen. Zoti Islami, kryeministri Edi Rama në një konferencë sa i përket çështjeve të sigurisë në Estoni i ka quajtur shqiptarët si Taliban perëndimor. Ju si e lexoni këtë deklaratë e Edi Ramës? Është një etiketim krejt i rastësishëm apo tallë hapur me shqiptarët? Jo, pa qëllim i quan Taliban, jo pa qëllim, është strategji hebreo-izraelite e vjetra jo vere. Dhe quan Taliban me qëllim që të justifikoj marrëveshjet dhe tregtit dhe piskllëqet, krimet që bën me urdhër të izraelitëve kundër shqiptarëve. Prandaj quan shqiptar se Edi Rama ka atë njëjtën për ne muslimanët, Edi Rama ka atë njëjtën urrëtin që kanë hebrej, ka atë njëjtën urrëtin që ka Kisha Ortodokse slavo-greke, ka atë njëjtën urrëtin që ka Beogradi. Edi Rama aq i egër është ka shinesh. Prandaj Edi Rama duhet të zhdukur një orë parë nga politika dhe prandaj u bë thirrje deputetëve të parlamentit shqiptar të ngrihen dhe ta shkarkojnë këtë qelbësi që ka uzurpuar parlamentin dhe politikën shqiptare. Nuk na përfaqëson Edi Rama neve zotëri. Edi Rama po na ngul tek pas shpine. Hapini syt ju deputet të parlamentit shqiptar. Hapini syt, ka ndonjë shqiptar aty te kjo apo s'ka? Ka ndonjë me gjak shqiptar apo jeni të tërdobitur ju? Çfarë jeni ju? Po jeni shqiptar, dini dhe qërojni këtë, se nuk është shqiptar ai. Ai është hebre. Zoti Islami, nga ana tjetër opozita çfarë është duke bërë, duke qenë se ngrihet në protesta, proteston her pas here, duke quajtur ato protesta kombëtare kundrejt Edi Ramës, por maksimumi 2-3 orë protestojnë dhe pastaj kthehen dhe shkojnë gjithë në shtëpi. Në këtë rast, çfarë po bën Berisha kundrejt Edi Ramës për ta rrëzuar atë? Është bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës. Sali Berisha është bashkëpunëtor i ngushtë i Edi Ramës. Sali Berisha është po aq tradhtar për çështën kombëtare sa ç'është Edi Rama. Sali Berisha i shërben lobit izraelit grek-slav. I ka shërbyer dhe po i shërben dhe këto protesta, ata shkruajtura protesta, turp të kenë të gjithë ata që shkojnë në bulevard. Turp, unë i kam shoqëruar në çdo, kam marrë dhe që nga Athina për të bërë protestat që ka organizuar Sali Berisha. Pa e ditur që ishte juda në të djathtën shqiptare, pa e ditur që ishte tradhtar, pa e ditur që ishte spiun, pa e ditur që ishte domethënë një poliagent në kuptimin e mirë fill të fjalës, duke filluar që nga Franca, Enver Hoxha, gjithë spionazhet greke, dreqet e birika, atyre u shërben. Dhe ato protesta, që quhen protesta, që janë protesta, po janë thjesht për të thënë popullit dhe atyre që votojnë PD, që shikoni more se ne jemi opozit. Qa opozit është ajmo, nuk u vjen turp. Qa opozit, kë përfaqëson ajo opozit, se di se kë përfaqëson. Se qytetarë shqiptarë nuk i japin votë. Sali Berisha ka një jetë të që i humbet zgjedhje, dhe prapë rinë në krye të Partisë Demokratike. Ka të pasif janë ata të PD-s, ka të panderi janë, ka të pas seder janë, ka të pas seder janë
Që kanë Sali Berishën? Kjo tregon që aty nuk është parti politike, është një bandë kriminale organizuar dhe e mirë strukturuar, e mbështetur në mënyrë perfekte nga ligji, nga marrëveshja dhe ndryshimet kushtetuese që bën në 21 prill të 2008-s me partinë me Edi Ramën. Është partia e punës në pushtet zotëri. Është Sali Berisha i shërben 100% dhe pik për pik direktivës dhe urdhërit që la ai kriminali tjetër, kriminali masakrës së Tivarit të Ramizalia, ai u tha që do metët pushtetit të komunistëve të Shqipëri dhe Sali Berisha asaj shërben. Mbajtjes së pushtetit komunistëve të Shqipëri. Ata që janë demokratë dhe që janë të djathtë në Partinë Demokratike, urgjentisht largohuni që andej ju të djathtët e mirëfill, jo spionë dhe patronazhistë që ka futur banda e Sali Berishës atje me ata deputetët që kanë në listën e mbyllur. Zoti Islami, sa dorë dhe sa rol ka vetë Berisha në strategjinë antikombëtare për goditjen e faktorit shqiptar, qoftë në Shqipëri, po në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, që nga shkatërrimi i fabrikave dhe uzinave pas viteve 90 e deri më sot? Është autor dhe ideator dhe autor i gjitha krimeve që janë bërë në Shqipëri. Sali Berisha, zotëri, ka shkatëruar të gjithë ekonominë shqiptare, i ka shërbyer partisë Mëm, e cila e ndrori në dritë në 90-ën, dhe Sali Berisha nuk është që tjetër veç një quisling, një lloj si Edi Rama, që u shërben interesave të atyre. Unë kam një tefmet e jashtëzakonisht të madhe dhe një kundërshtim të jashtëzakonshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e shikojnë se çfarë është Sali Berisha, e dinë se çfarë po bën në politikën shqiptare, e dinë se çfarë tradhje dhe krimesh ka bërë dhe prapë nuk ndihen që ta qërojnë nga Partia Demokratike. Sali Berisha duhet marrë si që morë Daniel Noriega o zotëri, ose si që morën këtë të Venezuelës, ta marrën për leckas e ta qërojnë andej, sepse është kanceri i politikës shqiptare. Pa e kanë shpallur non grata, nuk mjafton kaq? Përse ju prispuna, ja e shikojnë non gratën. Dhe Amerikanë me ne, më falë shprejnë. Më fali të dashur qytetarë shqiptarë. Talën Amerikanët që do me atë non grata. Qdo me të non grata? Qdo me të non grata, të më thonë mua. Cili është efekti të fjalës non grata? Që nuk vetën Amerikë, ju prispuna. Ja dele leha tjeti si një kone lagjes, njerë 15 ditë, njerë 10 ditë kur i teket për të thënë shqiptarëve që u jam në opozit. Jo, zotëri, armik i betuar joni. Zoti Islami, si është mundur që Berisha nuk i hap dosjet, po themi, ose t'i bëj publike dosjen e Belinda Ballukut dhe Ergyll Sagasit, pasi 2 ditë më parë është pyetur për një gjë të tillë, që pse nuk i bën publike vetë Partia Demokratike që i denoncoi hapur aferat e Belinda Ballukut dhe të Ergyll Sagasit, dhe Berisha nga ana e tij është përgjigjur se deputetët e Partisë Demokratike kanë firmosur në SPAK sekretin hetimor, pra janë përbajtur sekretin hetimor dhe nuk mund të shkelin kushtetutën. Kaq merake ka Berisha sekretin hetimor dhe shkeljen e kushtetutës? Jo, nuk ka to merak Sali Berisha. Sali Berisha ka merakun tjetër që e kanë zënë atje ku zihet burri keq me dosjet e tij që i ka marrë dosjet e tija. Dhe nuk guxon që të kundërvihet, dhe të kundërvihet po ja mbajti. Ata e kanë zënë fol po deshe. Dhe ai e di mirë që nuk mund të flas dot. Dhe prandaj nuk ndihet dhe bën lojra fjalës. Unë ja kam thënë Sali Berishës që atë prapë dhe këtu në para ekranit tuaj. Po është burr të vi të bëj debat me mua, të ketë mua përballë në tavolinë, të shohim sa trimësh dhe sa burrësh dhe sa argumenta ka. T'ja shohim të tëra. Por nuk është burr Sali Berisha. Sali Berisha është njeriu më frikacak që ka në Shqipëri, që ta dini. Sali Berisha më fal do përdor një shprehje që është pa edukat, po unë do ta them dhe ju kërkoj ndjes. Sali Berisha dhe prandaj rri e ban atë grupin rreth vetes tij se trembet çdo kohë. Sali Berisha nuk e bën gjumin të qetë. Sali Berisha është Macbethi i politikës shqiptare. Zoti Islami, një jurist nga Serbia pritet që t'i bashkohet grupeve shqiptare për të zgjidhur çështjet e stokut të dosjeve që rrinë në gjykata. Në këtë rast,
Ka që nevojshme është që një jurist nga Serbia të vijë që të ndihmoj grupet shqiptare për çështjen e dosjeve? Jo, zotëri, jo. E sjellin që t'i varros çështjen shqiptare, sepse në dosjet shqiptare ka dorë direkt Sali Berisha. Ka dorë direkt Edi Rama, personalisht këta të dy janë penda e parmendës që tërheqin luftën dhe goditjen që i bëhet populli shqiptar dhe kombi shqiptar në pushën në armenën ndërkombëtare dhe në politikën e brendshme. Pra, ai vjen këtu thjesht që të apozime këtyre si t'i groposin ato dosje, jo si t'i gjykojnë. Po mos ndoshta po i ndihmon sepse janë 150.000 dosje për t'i shqyrtuar. Jo, mos ka nevojë të vinë ande, jo. Kemë mira juristë në Shqipëri që vinë vërdall në për gjykata avokatës. Jo, nuk është aty puna, jo. Po pse merret nga Serbia atëherë? Po e merr vetë Edi Rama, e dërgojnë ata me urdhër. Dëgjoj, ata vinë, nuk e marrin atë. E dërgojnë Beogradi, do merrni këtë dhe ky do vijë do merret me këtë punë. Ore, mos shikoni ato si përpatje ju. Shikoni çfarë bëhet në tavolinë. Dhe në tavolinë atë dërgojnë serbët me urdhër të posaçëm që ti shkatroj dosjet. Siç bën me atë kush ajo që e çuan në gjykat lart, mos gaboj për të parë dosje rrinin që nuk ishin gjykuar, pra e bëjnë për ta varrosur drejtsinë, jo për të bërë drejtësi, zotëri. Nuk ka drejtësi në Shqipëri me këtë klasë politike. Harrojeni. Do vim tek një element tjetër që është tmerrsisht i papranueshëm. Gjyqet që bëhen në dhomë këshillimi. Kam një rast që thot 3 herë gjyqtari u gjykua kjo çështje, thot në dhomë këshillimi, thot 3 herë një gjyqtar, një çështje, e shtyt 3 herë me veten e tij. Çan këto mo? E kuptoni që s'ka drejtësi në Shqipëri dhe s'bëhet drejtësi në këtë mënyrë. Duhet përmbysur gjithçka. Ç'është bërë deri tani? Dhe të futen në sistemin e drejtësisë të gjithë juristët që kanë mbaruar jashtë shtetit. Ata mund ta bëjnë drejtësi në Shqipëri, jo këta që janë në funksionin e drejtësisë. Zoti Islami, një grup prokurorësh të SPAK-ut kanë qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku kanë marrë edhe ndihmën dhe këshillimet e nevojshme sa i përket goditjeve në nivelet e larta. Në këtë rast, a mendoni se SPAK-u do të bëjë goditje duke shkuar edhe tek vetë Edi Rama sa i përket dosjeve të nxehta dhe nga ana tjetër apo u jep vërtet Amerika një dorë SPAK-ut për të ecur përpara në reformën drejtësi, apo tashmë gjithçka është në duart e Edi Ramës dhe vepron Edi Rama se kush duhet goditë dhe kush jo? Amerika ka ngritur duart para Edi Ramës, që ta dish, ka ngritur duart. Po pse ka qenë fort është Edi Rama? Patjetër është i fortë Edi Rama se ka pushtetin në dorë. E s'ka që bëjnë sa është pushtet. E para, e dyta, SPAK-u ato dosje që ka atje dhe të marrë të zjejë të pi lëngun, sa i nuk mëndon gjë me të fare. Absolutisht. Është Edi Rama i që komandon gjithçka. Në fakt është hebreu në zyrën e Edi Ramës, këshilltari i tij që komandon gjithçka në Shqipëri. Në fakt është Athina që urdhëron se çfarë do bëhet në Shqipëri. Është Beogradi që urdhëron. Dhe kështu që Amerika dhe të vi vërdall të merret me Netanyahu, të ndihmojë Netanyahu për të vrarë sa më shumë iranian dhe palestinez, pra ato është Amerika. Po, Zoti Islami, të ndalemi pikërisht tek një element që ju përmendët. Kjo quhet një reformë në drejtësi, e cila është mbështetur nga amerikanët me një zell të madh, po ashtu edhe nga Bashkimi Evropian, dhe ndërkohë afrohet një jurist nga Serbia për të dhënë ndihmë në shqyrtimin e dosjeve. Çfarë nuk shkon këtu? Çfarë nuk shkon? Ajo për mua. Pse nuk marrë një jurist gjerman? Që kemi kërkuar. Kemi kërkuar të vinë jurist gjerman të në Shqipëri. Jo, zotëri, jo, do vinë sërbët. Do vinë sërbët sepse ata janë me Edi Ramën. Dhe këtë lejon Amerika. Pse nuk vinë jurist amerikanë? O thresin ata të SPAK-ut atje, o thonë, hajde një këtu do bëni këtë, do bëni këtë. Ja 5-6 herë kanë vatur ata të SPAK-ut atje. Sa janë bërë, si shtaj njëri, e se hajde Sulejmani sa e bëri mik dhe qëni. SPAK-u në çdo një muaj, 2 muaj vete në Amerikë dhe çfarë bën asgjë. Vete edhe në bën xhiro. Kaq. Po në këtë rast si e shikoni vijimin e reformës në drejtësi? A do të ketë vërtet SPAK-u të fuqi për të goditur Edi Ramën, duke qenë se ka disa ndosje të nxehta qoftë edhe në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
asnjë gjë nuk do bëj Spaku, por nuk do është Edi Rama. Pa urrëzuar Edi Rama nga politika, nuk bëhet asnjë gjë në Shqipëri. Mbajeni mend ç'do të them. Sepse Edi Rama ka një mbështetje shumë të madhe në të tëra drejtimet nga Athina dhe nga Beogradi. Nuk rrëzohet, nuk bëhet reformë drejtësi. Kë quajnë në reformë drejtësi? Që bën gjyqi në dhomën e Këshillimit, një gjyqtar merr vendime pa palë ndërgjyqje, pa që në çështje penale merr vendim në dhomën e Këshillimit pa prezencën e prokurorit e pa prezencën e avokatit. Çfarë drejtësi është kjo? Të dalë më një jurist e të më thotë është e drejtë kjo. S'ka. Pra mos kërkoni. Zoti Islami, presidenti amerikan ka propozuar një ish ushtarak dhe drejtues të operacioneve speciale të NATO-s dikur, siç është Erik Wendt, për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. A mendoni se një ish ushtarak mund të vi dhe mund t'i bëj zap politikanët shqiptar? Si profesion e mendoj dhe e besoj. Si person dhe si orientim dhe si urdha që do marr nuk e di. Jam skeptik. Ju si e mendoni rolin e Amerikës tani e tutje, duke qenë se Shqipëria po hyn në këtë lloj procesi të atill ku skandalet një pas njëshme shoqërojnë qeverisjen dhe nga ana tjetër asgjë nuk ndodh. Sa mirë e thatë vetë, e mbyllët ju, përgjigjen time e dhatë ju. Bëjnë shumë zhurmë për asgjë. Të bëjnë Amerikanë. Deri tani, rezultate nuk po shohim. Kanë dërguar dhe atë klonin që flet gjithnjë nga Sauku, që ai thot ditë për ditë, qytetarë shqiptarë thot, erdhi koha juaj, erdhi dita juaj, erdhi gorrica juaj, erdhen krundet tuaja, se gjithë s'ka ardhur. Zotëri, unë nëpërmjet ekranit tuaj u bëjtjeri diasporës shqiptare. Të dashur vëllezër dhe motra dhe djemtë dhe vajza që jeni në diasporë, ktheuni në Shqipëri, se Shqipëria po ikën, po shpërbëhet. Shqipërisë po i ndryshohet raca, Shqipërisë po i ndryshohet identiteti, Shqipërisë po i ndryshohet ADN-ja, duke sjell njerëz emigrant dhe çfarëdo lloj njerëz që vinë nga Azia dhe nga Afrika për të ndryshuar përbërjen demografike të shqiptarëve. Pas 20 vjetës nuk do ketë më Shqipëri dhe kombë shqiptar, sepse do lindin fëmijët e atyre, kryshte atyre që do vinë këtu do lindin, do shtohen ata dhe do bëhen faktor dhe duke që bën më atyre dhe nuk do ketë më Shqipëri. Ndaj bëni atë që bën dhe diaspora rumune që kthyen në Rumani dhe përmbysën rezultatin kriminal të zgjedhjeve që bëjë atëre si sistemi komunist. Ju lutem të dashur bashkëdhetar që jeni në diasporë, hajdeni, mos dëgjoni si thot ai papagalli Sauku që thot jo me luftë, jo me kryenditje, po me paqe do ta përmbysim. Jo zotëri, nuk përmbysin me paqe dhe me vota këta. Këta përmbysin me kryengritje të përgjithshme. Hajdeni ti përmbysim. Bashkë me ju dhe unë. Jemi Shqipëria në rrezik, ta dini. Mbajini mend të nderuar dhe të dashur vëllezër të emigracionit. Hajdeni se Shqipëria është në rrezik. Ne doni Shqipërinë. Në mos po rrini se mirë atje, lejeni prindërit të vdesin këtu, të zënë kryma edhe të mos i marrë vesh njeri, edhe bëni qepin tuaj atje. Zoti Islami, si mendoni çfarë po bën Greqia poshtë tavolinës kundrejt Shqipërisë, duke qenë se shumë organizata janë shfaqur tashmë qof duke përfshirë edhe shqiptar brenda tyre, të cilat kanë reaktivizuar atë që quhet Vorjo e Pirë. E bëri Greqia, dërgoi atë eskortisten që ka dërguar Amerika, ambasadore në Atinë, dërgoi atë këtu me minifunda, ajo na tregoi që kishte shalë të bukura, u puthe u përqafua dhe me kryeministrin shqiptar dhe bënde marrëveshjen për $6 miliardë për të ngrënë drejt e shqiptarëve, pasurinë e shqiptarëve, jashtë sigurisht shoqëria amerikane, fakti shoqëri greke, dhe është Gatojani dhe lobi grek në Amerikë që e komandon çështjen, që e udhëheq dhe e drejton dhe e mbështet kërkesën greke në Shqipëri. Patjetër që do ngrihen ato organizatat fashiste në Vorjo të shkruar Vorjo Pirote, do ngrihet Mavia, do ngrihet, janë shumë,
dhe me mbështetjen e Edi Ramës do vinë dhe do bëjnë çfarë do qefi atyre. Unë prandaj u bëj thirrje diasporës, shqiptarëve, burrave dhe djemve shqiptarë. Kthehuni se jemi në rrezik, u them dhe një herë prapë, në doni të ketë Shqipëri ndonjëherë. Ndryshe për 30 vjet nuk do ketë më Shqipëri në art. Do ketë një bashkimi, uniteti i racave, kombeve të ndryshme, i hibridëve të ndryshëm që do lindin në do rriten Shqipëri. Zot Islami, në këtë rast, a do arri Greqia që ta marrë detin në atë mënyrë se si po shkojnë gjërat? E ka marrë zotri, e ka marrë, që tani po ta them unë, të marrë e ka. Po se e ka marrë, sepse s'kemi një marrëveshje që ta kemi parë. Të marrë e ka, po të them. Mos prit marrëveshje ti. Marrëveshje nuk bë, marrëveshja e 2009-s, u rrëzua nga gjykata kushtetuese, çfarë duan më tani, ka shkuar në Evropë. Në cilën Evropë? Në atë Evropë që na ndau në 5 pjesë, apo në atë Evropë që na dënoi në 46-ën për kanalin e Korfuzit, që në fakt e bën vetë anglezët, edhe dënuar Shqipërinë. Tek ajo Evropë, jo më zotri, mos përgjigj nga Evropa. Evropa të ka dënuar me kohë me vdekje ty. Se je musliman, je shqiptar, nuk e duan as gjuhën, as fen shqiptare. Shikoj që janë jashtë Evropës. Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Turqi, Shqipëri. Këto shtete që kanë kombe dhe popullsi muslimane. Të tërë që janë në Evropë. Bën mu, ne kemi sy të hapur. Ore, ne nuk kemi fuqi, po nuk kemi budallë. Hi syve mos na hedhin. Ta din ata, ta djej Gonzato ai, ta dijaj, ta dëgjoj. Zoti Islami, të kalojmë pak në Partinë Socialiste. Ju si e shikoni, çfarë po ndodh konkretisht në vetë Partinë Socialiste? Pse Elisa Spiropali ka rënë heshtje ndryshe nga sa nisi kundrejt Edi Ramës, madje shkoi deri në atë pikë sa i tha më përjashto. Në këtë rast, a ka shkëndija që mund ta arrëzojnë Edi Ramën? Të lutem, ç'a prisni ju nga kjo Spiropalia? Ç'a prisni? Të bëj revolucion brenda Partisë Socialiste. Jo zotri, komunistët veprojnë si që veprojnë veri me gjithë kundërshtarët e tij në politikë. I vrau. Po, Edi Rama në një intervistë me Nikol Lesin deklaroi se fakti që Elisa Spiropali ka thënë më përjashto do të thotë që dikush që shpreh një gjë të tillë dhe thotë eja më vrit, do të thotë që më do edhe më shumë. Edi Rama tallë me nderen me ato që thotë. Dhe miru a bën, se qiptarët ta këtu kanë. Po ishte për Elisa Spiropali në këtë rast. Dëgjom këtu. Po është burrë Edi Rama të vit ballafaqohet me mua, të bëj me mua intervistë në tavolinë debat. Po me ty nuk ja del dot, po në këtë rast atëherë mos u lodhni, të tëra këto janë shashka, i bën ato për të thënë që shikoni se unë në parti kam demokraci. Ishte rrezik i vërtet Spiropalia për Edi Ramën e totalitetit gjallë ai, harroje. Komunistët të vrasën zotëri. Komunistët të vrasën po u dole përballë. Komunistët për pushtet vrasën babën e tyre. Dhe ka bërë vaki që kanë vrarë në Shkodër për të realizuar vinë e partisë ai Shkodrani në kohën e flokëve të gjata, vrau të birin. E dini që vrau të birin apo se dini? Në 67-ën, ai vrau djalin në Shkodrani. Pra komunistët të vrasën për pushtet. Pik. Në këtë rast, Elisa Spiropali e do edhe më shumë Edi Ramën, ashtu si që shpreh ai, apo thjesht Edi Rama është duke e më januar? Dora që nuk kafshohet puthet zotëri, kjo është politika e Spiropaljes. Dora që nuk e kafshohet. Pra Spiropali i ka puthur dorën Edi Ramës? Patjetër, një gjë tjetër, të lutem, se duhet jemi të ndershëm dhe për këto që themi. Jo dhe këto, por për gjitha që ka themi duhet jemi të ndershëm. Spiropalin zotëria e mori nga hiqi dhe e bëri dhe në minister të jashtme. Çfarë do të më Spiropali? Ka që thjesht. Ai mund të ketë, ai ka borxh gjithkohë shqiptar, po jo Spiropali. Po Spiropali ka ambicien e vet se do të bëhet kryetare e Partisë Socialiste, do të bëhet kryeministre. Pse jo? Le të bëhet, po mirë, po e bën të ta bëjnë. Po duhet përmbysë Edi Ramën më parë. Po si ka e borxha saj Edi Rama. Edi Rama na ka borxhe neve, jo asaj. Me atë është rregullai.
Zoti Islami, çfarë po ndodh me dosjen e Belinda Ballukut, ku duket se gjithçka ka rënë në qetësi dhe a mendoni se Edi Rama ka arritur një marrëveshje me Ballukun në këtë rast, apo është duke pritur spakun që të veprojë edhe një herë kundrejt Belinda Ballukut? Ai me Belinda Ballukun i ka mbyllur çështjet me kohë, s'ka si problem. Problemin e kanë shqiptarët me Belinda Ballukun, sipas akuzave që i bën ai, se unë nuk e di sa të vërteta janë. Unë do ta dëgjoja, do ta shikoj çështjen vetëm kur Belinda Balluku mund të shkojë në gjykat, nëse do ta çojë në gjykat. Por në gjykat nuk e çojë sepse kemi thënë dhe herë të tjera, ajo Edi Rama e ka kastruar, e ka kapur atje ku kapet burri keq, dhe Edi Rama nuk lëviz dot. Dhe Edi Rama ka shkelur ligjit, ka shkelur kushtetutën, ka shkelur statutin e partisë, ka shkelur vendimet e drejtësisë, ligjet e shtetit, vetëm edhe të kuvendit, vetëm që Belinda Balluku të mos shkojë në gjykat. Kështu që nuk ka që bën, mos e diskutoni më problemin e Belinda Ballukut. Balluku do shkojë në gjykat vetëm nëse bëhet një përmbysje e kësaj diktature neokomuniste që ka uzurpuar shtetin shqiptar, dhe të gjithë ata që kanë shkuar që kanë bërë krimin dhe që kanë bërë vjedhje të shkojnë para gjykimit. Vetëm atëherë, tani mos e diskutoni më. Lëni shtrahata fullsak. A mendoni se Belinda Balluku po i bën një formë kashilliku Edi Ramës, sepse e pam që në ceremoninë e lamtumirës Servet Plumbit, pra profesorit Partisë Socialiste, siç është quajtur ndryshe, ajo kishte nga pas gjithë grupin e saj besnik, pra gjithë besnikët e saj, dhe u pa se si i shkonin njëri pas tjetrit pas Belinda Ballukut. Në këtë rast, a mendoni se Balluku po i thotë Edi Ramës, shiko se jam edhe unë këtu që kam këtë grup caktuar deputetësh që mund të të kundërshtojnë? Jo. Edi Rama e di shumë mirë që të gjithë ata që i shkonin pas atje që i pat ju Belinda Ballukut, në momentin që asaj do të hiqet karrika, do ta shoh do bën tërë me Edi Ramën. Ku kanë shtyllë kurrizore shqiptarë, po ku kanë BSP. Po s'kam ata shoqërojnë Belinda Ballukut se i mban me para tani me bukë, edhe bëjnë detyrimin që kanë karshi saj. Por nëse shikojnë që Belinda Balluku në shet Edi Rama, ata të gjithë do bëjnë me Edi Ramën. Është praktik 80 vjeçare kjo, sot e kësaj dite. Nuk është sotme. Pra harrojnë atë mundësi. Zoti Islami, nga gjithë kjo që analizuam, si e shikoni ecurinë e vetë qeverisjes së kryeministit Edi Rama, kur do të jetë fundi i tij? Kur të zgjohen shqiptarët. Edhe kur do zgjohen shqiptarët? Se di. Kjo varet nga diaspora shqiptare. Apo Edi Rama do t'i kur ta vendos vetë? Ai ka thënë, unë do ikë kur dua unë, ka thënë. E ka thënë, ka deklaruar. Dhe praktikisht atë po bën. Kështu. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Dhe unë ju falenderoj shumë juve për ftesën. Ju falenderoj që më jepni mundësinë të komunikoj nëpërmjet tyre me qytetarë shqiptar, që me që më keni thënë ju dhe me që kam në re na mbështesin dhe na dëgjojnë dhe i vlerësojnë ato që themi neve. Sa të kemi fuqi, sa të kemi mundësi, sa të kemi dhe shëndetin, ne do vazhdojmë të punojmë, unë të paktën do vazhdoj të punoj në interes të kombit tim. Ju falenderoj sërish. Kalosh mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.